A jeni gati për zonën? Po, gjithë. Zona, po na dëgjon. Ne jam po. Përshëndetje, ti në kuadru në fakt në një temë. Do të thonë një temë ekstra diçka. Edhe një temë ekstra, te edhe të shtëpisë të kena, kështu që s'ka lidhje në këtë temë. Nuk e di nëse ke prej politikën sociale edhe në sport bile. Sot politikë jo. Nuk e di se po atë rastin më na dëgju pak apo jo në debat, duke fol për gratë në përgjithësi, për forcën e tyre, për nënat vetëushqyese. Okej, po paga shumë, sa është fund. Paga shumë, okej. Patëm histori të ndryshme, por relativisht ajo që ishte e njëjta është që i kemi 3 nëna pra në intervistë që në moshë të re e kanë përjetuar këtë ndjesitë. Çfarë flet kjo? Po, na jemi një shoqëri që zakonisht vajza u kërkohet më martu në moshë shumë të hershme. Është një farë lloj kushti, ndoshta jo ashtu i shkruar tamam, mirë po në vendsinë tonë sigurisht që një vajzë po i bën 20, 18-20, ajo duhet të jetë martuar edhe në moshë sa më herët që të bëjë fëmijë. Kështu që nuk është që befasohen, unë kur shoh shumë gra të reja, vajza të reja, të cilat bëhen nëna. Edhe nuk është ndoshta një gjë, jo ndoshta, nuk është gjë shumë e keqe, mirë po unë mendoj që sigurisht që duhet të jenë mosha pak më të rrituna që të bëhen nëna. Po, okej, cili kish me qenë pra një mesazh të për vajzat e reja? Ti e ke thënë në një intervistë javën e kaluar ose para 2 javësh që je krenare me vajzat e reja sepse e kanë të rëndësishme shkollimin dhe po shesin në rand të parë. Po, na jemi dita ditës jemi të ecë për para, dita ditës po ndryshojmë, vajzat janë më luftarake, vajzat janë më të guximshme dhe në plan të parë sigurisht e kanë qitë veten e tyre. Çka po them për me këta në plan të parë, bie që duan të shkollohen, duan që të sportohen, duan që të kenë karrierë, duan që të jenë zojat e vetës, që edhe nesër pas nesër fëmijën që do ta kenë, sigurisht do ta kenë shumë atlet edhe me rrit, edhe me eduku, edhe me mbajt. Pra nuk do të jenë vetëm të detyruara që të rrinë në një martesë nëse ajo martesë nuk është martesë e lumtur, nëse ajo martesë nuk është e shëndetshme. Kështu që për këtë arsye, jo vetëm sa i përket martesës, po unë jam krenare shumë me vajzat sepse kanë filluar që veten ta trajtojnë si njerëz. Kanë filluar që ta shohin veten të vlefshme, po aq sa familjet i konsiderojnë djathtë. Si e kupton ti, nëna është nënë, më fal. S'ka problem. Se u tha disa herë këtu në studio, nëna është nënë. Si e komentoj, po në para 2 ose 3 javë, nuk e bojmë në sakt datën, unë e ka pas një emision ku kam thënë që mbjemri i nënës duhet ju jepë fëmijëve, sepse nëna është ajo që bën sakrificën më të madhe për fëmijën, është ajo që manë në muajin e parë, është ajo e cila kujdeset për fëmijën, e rritet, gjitha i bën shumë më shumë sakrifikon se sa babai. Kështu që kur them nëna është nën, prandaj kam thënë që t'ja japim edhe mbjemrin. Po. Në fakt, nuk pata pyetje për zonën, po nga përmbledhja që e boni zona Ajda, po të flasë s'po di jap na sheh prej studios. Po dëgjoj, po i di Ajda. Pikërisht mesazhet që i dhanë, është edhe një nanë e re këtu në studio që është bona në moshën 16 vjeçë dhe ky ishte mesazhi i saj që vajzat shkollohen edhe vazhdojnë të ndjekin ëndrat e tyre, edhe ajo vetë pranoi që në atë moshë shumë herët më bonan. E pa shumë një reagim tonë. Po vjen shumë mirë që kemi gratë të cilat e kanë përjetu vetë me trupin e tyre, me jetën e tyre këtë gjatë dhe sot dalin ju tregojnë vajzave tjera se sa e rëndësishme është edukimi, shkollimi dhe pavarësimi njëherë e pastaj që të bëhen edhe nëna. Kështu që mu vjen mirë që gratë të cilat kanë përvojë, të cilat e kanë përjetu vetë këto, dalin edhe flasin. Është shumë e rëndësishme që të gjohet zani tyne dhe përvojat e tyne të ndajnë edhe me vajza tjera. Para se të flasim për zonën, do një koment për ato që tha zona? Brava që të sakëm. Po pajtoheni me zonën, e çuditshme. Jo që pajtohen. Jo, asë se gratë zakonisht pajtohen me mund, do të se ka plot për tyne që nuk e thojnë me zonë. Kjo është dallimi sipas teje. Zona unë veç deshta me shtu që Selma pjep mundësin vajzave të reja që të marrin shembull nga gabimi i saj. Kjo është shumë e rrallë edhe s'na ndodh kur. Krejt marrim shembull nga gabimet, të rrëzohem vetë edhe qashtu mas. Po është mundësi e mirë që sot e keni për audiencën që janë të moshas që nuk po din çka me bë hala me veten, kryesisht është mosha pubertetit kur mendojnë që janë rrit, edhe marrin hapa të guximshëm me thonë, po që janë kritik, mos thëmë për jetën. Edhe martesa, edhe mëmësia e ka vaktin e vetë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Sa ma vonë, sa ma mirë. Edhe këtu pajtona me ty. Me bollon, sa ma shikum krejë.
Ende, unë ju falenderoj që erdhët në studio për mesazhet që dhat mbi të gjitha, edhe ju urojmë që t'ju shkojë jeta vaj që dhojnë tek ne. Ashtu si doni ju, mas mire. Faleminderit shumë, unë ndjeva tepër mirë edhe se vrejta që jemi live heq. Live shumë. Live shumë, faleminderit. Zonat përshëndes. Faleminderit shumë, përshëndes edhe të kënaqësi. Me Zonë kemi edhe pak të punë. Zona, sonte do të kesh një të ftuar nga Shqipëria, edhe ne e kishim pak më herët përmes një lidhje direkte. Konkretisht çfarë do të kemi sonte? Për sa dëshiron me tregu. Ahmed, sonte emisioni Zona do t'i dedikohet grave të cilat kanë qenë në politik. Jeta grave në politik, të pa që jemi në një katrahur politike, kështu në Kosovë, po jo vetëm Kosovë, por edhe në Maqedoni edhe në Shqipëri, çështja ndaj grave politikane është shumë e rëndë se sa ndaj burrave politikanë. Dhe akuzat ndaj tyre janë shumë të mëdha, shumë të rënda, kritikohen shumë fuqishëm, por edhe kërcënohen shumë më lehtë. Kështu që kemi vendosur që sonte për t'u lidh këto, këtë javë pikërisht Albulena Haxhiu e thanë në një moment në një deklaratë që prej momentit kur është propozuar për kryetare të kuvendit të Kosovës është përballur me një gjuhë shumë të ashpër. Faktikisht Zonja Haxhiu ndoshta është një prej figurave, një prej politikanëve që përballet me gjuhë të ashpër më së shumti. Ndoshta prej fillimeve të saj, kur ka filluar edhe aktivitetin e saj politik. Ka edhe figura të tjera, të cilat janë atakuar shumë fuqishëm, kërcënohen, shohen, linçohen publikisht, sigurisht vetëm pse janë gra. Kështu që nuk po mohoj edhe ato që ka thënë Zonja Haxhiu, dhe ky ka qenë momenti më i mirë, mendoj edhe momenti duhur për me bërë një emision të zonat, për të diskutuar të gjitha këto tema. Po, Zona, ndonjëherë ndodh që të dëgjojmë një gjuhë të ashpër edhe ndaj grave politikane, karshi grave të tjera. Besoj edhe këtë nuk mund ta anashkalojmë në momente të caktuara. Po, Amir, unë e kam thënë për herë, në mendësinë patriarkale nuk bëjmë pjesë veç burrat, janë edhe gratë. Ne nuk flasim vetëm për burrat ose vetëm për gratë ose vetëm për një kategori të caktuar, ne flasim për gjithë ata që bëjnë pjesë në mendësinë patriarkale, që kanë mendësi patriarkale, qoftë burra, qoftë gra. Është e vërtetë që gratë sulmojnë njëna tjetrën, është e vërtetë që gratë janë pengesë për njëna tjetrën, fatkeqësisht edhe në vendin tonë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, janë ato gratë të cilat kanë marrë pozita fal kuotës gjinore, kanë marrë pozita për arsye të ndryshme dhe janë ato pengesa më madhe për gratë të tjera. Kjo është temë e cila duhet të trajtohet dhe do ta trajtojmë edhe sot të zonat, sepse gratë një debat i zjarrt edhe sonte, si zakonisht. Debat shumë i zjarrt, sepse gratë nuk guxojnë me kanë pengesë për njëra tjetrën, ato duhet të jenë shtysa për njëra tjetrën. E për mysafir që përmendëm herët, sonte mysafir do ta kemi kënaqësinë me pas Orin e Biaj, e cila është deputete në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe një figurë shumë e famshme, atje një figurë shumë e zë, e cila vjen të zonat ekskluzivisht vetëm për këtë temë. Atëherë mbetet shikuesit me qëndrume të Me padurim shtatë. për presim, se një temë shumë e qëllme. Zonë, faleminderit edhe sot për këtë lidhje. Faleminderit shumë edhe që më inkuadruat në temën tjetër, se kjo është shumë interesant me diskutuar. Lutem. Faleminderit, kënaqësi si gjithë.